Na kam përgjigjur Prandaj. Jepi s'ma kish. Ndifsha me parafrazuar na theke një profesor, më duket Stavilici, për optimista theke i mbojnë theke pantolt edhe pa rrip edhe pa krahusha. Pesimisti theke që ka prova edhe me rrip edhe me krahusha. E unë veç me rrip i kam, unë jam realist. Nuk është me mirë me kallëzu prolla këtu, seriozisht. Ti mendoj. Kjo është diçka që mendoj. Fakt dallimin mes pesimistit e optimistit jam lodh duke dëgjuar vetëm atë gotë në gjysmë të bushur. Si ishte kjo me Kjo me pantollat? pantallona. Optimisti i mon pantallonat pa rrip, pa krahusha, pa ata rripat. Pesimisti i mon me rrip e me krahusha, se tutë që i bin. E unë i kam veç rripin, jam realist. Ama çfarë ashtu vetë si se ka thënë. Unë jam veç realist. Pra unë mendoj që në realitetin që e po jetojmë, udhëhecin që e kanë votu, që për 3 herë e kanë qitë porin, me deklaratat e tij që si marrë të deputet, kena me shku në zgjedhje prap, me qasin e tij që nuk e krijon kuvendin, që 10 ditë më shumë, dhe dënë me ezauru edhe afatin kushtetues. Këtë para gjykime janë. Jo, me realitete janë. Me zvarritjen e vazhdueshme dhe mos kokëqoren se Kosova po mbetet pa institucione, me marrëdhënie të zerra me Shtetet Bashkuara të Amerikës që nuk janë në kërkuj, me shuplakat që i marrim nga Bashkimi Evropian, me refuzimin e gazit amerikan, me shtrejtimin dhe jetën e qytetarëve të tmerrshme që po bëhet dhe me mashtrimet me tubime, me volle, me dojre, kështë për pres diasporën, unë jam realist dhe pres që Kosova nga kjo blokad të mos dalë pa shkuar edhe një në zgjedhje. Pra,